Gjesti shokon me deklaratën për ish të dashurën. Gjesti duke darkuar me Eglin i ka rrëfyer për lidhjen e tij romantike jashtë shtëpisë. Banori ka treguar një rast ekstrem kur partnerja e tij tentoi të hidhej nga çatia. Sipas Gjestit, sjelljet e saj janë njësoj si të Eglit. Gjesti, po të them për lidhjen time jashtë. Gjestet i ka pasur njësoj si të tuat. Unë e shikoja që hypi në çatinë e shtëpisë. Kam parë të merr me sy sepse bënte gjeste, donte të hidhej. Këto drama që pash, thash do më mbetet në dorë. Nuk guxoja të bëja asgjë sepse thoja, po ta lëm më mbetet komplet mua përgjegjësia. Hyra në depresion dhe ato simptomat e tua duke i hyrë shumë thellë ishin të njëjta. Egli, kisha 20 vjet që i haja me dhëmë për budalliqet që bëje ti, pritore se është presion i madh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.